Thomas Gidara njihet gjërësisht nga shqiptarët si një dëshirë e hershme e ish trajneri të kombëtares shqiptare Cristian Panucci, ndërkohë që së fundmi arbëreshi i Argjentinës ka fituar dhe interesin e Silvinhos, por deri më tani asgjë nuk ka ndodhur. Mbrojtësi 29 vjeçar, që luan momentalisht me Huracan në Argjentinë, ka pësuar një ndryshim të rëndësishëm në websajtin e njohur Transfermarkt. Këta të fundit i kanë shtuar Gidarës edhe flamurin shqiptar përveç atij Argjentinas që e mbante prej kohësh duke e bërë edhe shtetas shqiptar. Cilësitë e tij janë të një niveli të kënaqshëm, gjë që ka bërë që edhe ofertat europiane të mos mungojnë për të. Hamburgu dhe Bochumi në Gjermani kanë shfaqur interesim serioz për shërbimet e tij, por ende as ka asgjë konkrete. Pritet të shihet nëse flamuri shqiptar në profilin e tij në Transfermarkt do të ndikojë në zgjedhjen e tij në rang kombëtaresh apo jo.